Partia vlen pas rikonstruimit të qeverisë, pritet të udhëheqë 6 ministri. Dy vjetët e qeverisës aktuale, BDI vlerëson si 2 vjet premtime të parealizuara të vlenit. Kryediplomati Musunski thot se integrimi gradual duhet të mos bëhet dhënë pritjeje për në Bashkimin Evropian. Pas sulmeve amerikane, Irani sulmon 8 objekte ushtarake në Kuvajt dhe Bahrein. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me lajmet orës 15:55. Sot, Partia Vlen ka shënuar 2 vjetorin e qeverisjes, ku kishte hyrë si koalicion i partive shqiptare. Bashkëkryetari i subjektit të unifikuar Izet Megjiti tha se vendi po kalon një fazë të re politike, ku premtimet po zëvendësohen me rezultate konkrete dhe institucionet po kthehen në shërbim të qytetarëve. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Bekim Sali ka folur për riformatimin e pritur të ekzekutivit, ku ka theksuar se partia në të cilën ai është sekretari i përgjithshëm do të udhëheqë 6 ministri. Partia vlen pas rikonstruimit të paralajmëruar nga kryeministri do të udhëheqë 6 ministri. Këtë e konfirmoi sot zëvendës kryeministri Bekim Sali para nisjes së ceremonisë në të cilin vlen tregoi punën e tyre të bërë gjatë këtyre 24 muajve në pushtet. Sali bëri me dije se vlen do të marrë ministrinë e drejtësisë të Igor Filkovit të partisë Znam, ministrinë për marrëdhënie ndërmjet bashkësive të Igor Stojlkovicit dhe ministrinë e kulturës që deri tani e ka udhëhequr Zoran Lutkovi VMRO DPMN-s. Ndërsa shtoi se do të mbajnë ministrinë e integrimeve të ekonomisë dhe të ambientit jetësor. Në këtë mënyrë ai la të nënkuptohet se nuk do ta kenë më ministrinë e shëndetësisë që udhëhiqet nga Azir Aliu dhe atë të politikës sociale që udhëhiqet nga Fatmir Limani. Sali nuk tregoi emra që do të jenë në krye të ministrive të reja që merr vlen, vetëm konfirmoi se ai do të vazhdojë të udhëheqë ministrinë e eurointegrimeve. Në pakon me të cilën vlen vazhdon qeverisjen si pjesë e shumicës parlamentare, mbetet Ministria e Ambientit Jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësisë, Eurointegrimeve, Kulturës dhe Ministria e Marrëdhënieve mes bashkësive. Pra janë 6 ministri. Partia Znam, që është me e vogla brenda koalicionit qeverisës një ditë më parë, gjithashtu deklaroi se pas këtij rikonstruimi do të jetë më i fuqishëm në aspektin kadrovik, por nuk treguan ministri që do të marrin ose ndryshojnë dhe as emra ministrash. Kryeministri Kristian Mickoski ka paralajmëruar se ndryshimet e paralajmëruara në qeveri do të dihen të martën, pasi VMRO DPMN të mbaj takimin e komitetit ekzekutiv. Ndërkohë ka reaguar BDI-ja, e cila vlerëson se bilanci 2 vjeçar është një listë e premtimeve të parealizuara. Nënkryetaria e BDI-s Arta Bilali Zendeli tha se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë përgjigje për premtimet e parealizuara, për kushtetutën e re, për ndryshimet kushtetuese, për barazinë e gjuhës shqipe, për Bankën Shqiptare, për Ministrin e Diasporës e për Akademinë Shqiptare. Nënkryetaria e BDI-s, Arta Bilali Zendeli, ka vlerësuar se 2 vjet pas formimit të qeverisë së udhëhequr nga VMRO DPMN në koalicion me Vlen dhe Znam, shumica e premtimeve të dhëna para zgjedhjeve nuk janë realizuar. Zendeli deklaroi se bilanci i qeverisë nuk është listë suksesesh, por listë premtimesh të pambajtura. Premtuan kushtetutë të re, nuk hapën as debat. Premtuan ndryshimet kushtetuese për 3 muaj, për 6 muaj, pas më shumë se 24 muajsh nuk ka asgjë, deklaroi Bilali. Ajo tha se nuk janë realizuar as premtimet për barazinë e gjuhës shqipe, për faqësimin e drejtë, Bankën Shqiptare, aksionet deri në 10.000 euro për qytetarët, Ministrinë e Diasporës, Akademinë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve, spitalet rajonale, si dhe projektet infrastrukturore. Prandaj, emri që sot më së miri e përshkruan këtë grupim politik është ai të cilin tani më në mënyrë meritore qytetarët edhe ua kanë vënë, Nishto. Sepse pas 2 vitesh në pushtet, rezultati i tyre është pikërisht vetëm një asgjë. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se shqiptarët meritojnë politikë serioze, përgjegjësi dhe rezultate, jo propagandë, jo marketing dhe jo mashtrim elektoral.
Bilali Zendeli tha se qytetarët kanë të drejtë të krijojnë përgjigje për premtimet e parealizuara, për kushtetutën e rem, për ndryshimet kushtetuese, për barazinë e gjuhës shqipe, për Bankën Shqiptare, për Ministrinë e Diasporës e për Akademinë Shqiptare. Ka reaguar edhe lidhja shqiptare drejtuar nga Zjadin Sela, e cila thekson se për 2 vjet qeverisja e VMRO Vlen u realizua Maqedonia përsëri e jotja dhe u degraduan shqiptarët. Partia vlerëson se u realizua me përpikmëri platforma e VMRO-s Maqedonia përsëri e jotja dhe u bë rënimi marrëveshjes së Ohrit në secilën nga 4 shtyllat kryesore. VMRO-DPMN arriti të realizoj të gjitha premtimet parazgjedhore dhe pikat e platformës së saj, duke filluar nga shkelja e legitimitetit të shqiptarëve, si hapi parë që hapi rrugën çdo veprimi tjetër në të ardhmen, thekson partia. Mëtej theksohet se përfaqësuesit shqiptar pa legitimitet në këtë qeveri Vlen gjatë 2 viteve kanë pasur vetëm një rol, edhe atë të vazalit relativizuesit dhe avokatit të atyre që kanë shkelur dhe degraduar shqiptarët. Krerët e Vlenit kanë folur sot për debatin e pritur pas vendimit të gjykatës kushtetuese për emrat e rrugëve në Tetov. Bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti deklaroi se nëse duhet të protestohet, atëherë këtë duhet bërë para selisë së BDI-s. Mexhiti bëri një paralelizëm mes Shkupit dhe Tetovës, duke thënë se puna gjysmake e tyre ka bërë që sot të krijohen këto probleme. Nëse duhet të protestohet para selisë së BDI-s. Kështu deklaroi sot bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti për protestën e së premtes në Tetov, të organizuar nga BDI-a pas vendimit të gjykatës kushtetuese për ndërrimin e emrave të rrugëve në qytetin e Tetovës. Mexhiti bëri një paralelizëm mes Shkupit dhe Tetovës, duke thënë se puna gjysmake e tyre ka bërë që sot të krijohen këto probleme, sepse siç tha, e njëjta nuk ka ndodhur në Shkup, pasi emrat janë ndryshuar konform ligjit. Ndërmjet Tetovës dhe Shkupit, jo vetëm Çahirit, se këto vendimet kanë qenë finale, janë bërë pas ligjit, pas validiterit dhe ka pas vendim qeverie. Prandaj qytetarët i kanë edhe në tabela, i kanë edhe në për letër njoftime, edhe në në çfarë do dokumentacioni, pra që qarkullon, i kanë emrat historisë shqiptare në mënyrë legale, ndërsa në Tetov vendimi në komunë ka qenë valid me padinter, por 20 vite nuk e kanë patur udhës se sjellin një vendim në qeveri. Kështu që nëse duhet të protestohet para selisë së BDI-s. Sekretari i përgjithshëm i Vlenit dhe njëherët zëvendës kryeministri Bekim Sali u shpreh se protestat ishin të motivuara politikisht dhe siç u shpreh puna improvizuar e tyre ka bërë që të përballen me problemet që u krijuan tani. Sali u shpreh se vendimi për ndryshimin e rrugëve në qytetin e Tetovës në vitin 2007 është sjellë vetëm nga ana e këshilltarëve. Dhe në atë procedurë nuk është respektuar ligji, i cili thotë se për ndryshimin e atyre emrave duhet miratim nga qeveria. Në atë kohë shtoi ai, vendimi nuk është miratuar nga qeveria. Kryediplomati Tim Çomucunski është duke marrë pjesë në forumin e Dubrovnikut, ku ka deklaruar se propozimi për integrim gradual në Bashkimin Evropian mund të jenë një mjet i rëndësishëm vetëm nëse ato përfaqësojnë një urdhër drejt anëtarësimit të plotë. Lidhur me marrëdhëniet bilaterale me Bullgarinë, ministri ka vlerësuar se me qeverinë e re legjitime në Sofje ekziston mundësi për bisedë për çështjet e hapura, por edhe për ardhmërinë e përbashkët evropiane. Iniciativat për integrim gradual në Bashkimin Evropian mund të jenë një mjet i rëndësishëm vetëm nëse ato përfaqësojnë një urdhër drejt anëtarësimit të plotë dhe jo një dhomë pritjeje të përhershme, tha ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë së jashtme Tim Çomucunski në forumin e Dubrovnikut. Në qoftë se modeli i ri integrimit gradual paraqet urdhër drejt anëtarësimit të plot fuqishëm, atëherë do të jetë jashtëzakonisht i dobishëm, por duhet të kemi kujdes të mos bëhet vegël e cila krijon dhomë pritjeje të përhershme pa derë drejt anëtarësimit të plot. Lidhur me marrëdhëniet bilaterale me Bullgarinë, ministri ka vlerësuar se me qeverinë e re legjitime në Sofje ekziston mundësi për bisedë për çështjet e hapura, por edhe për ardhmërinë e përbashkët evropiane. Qëllimi ynë nuk është vetëm të fillojmë negociatat inkuadruese dhe pas disa muajve sërish të gjendemi në të njëjtën situatë. Qëllimi ynë është që të fillojmë dhe me sukses të përfundojmë në bazë të legjislacionit evropian, kritereve të Kopenhagës dhe Madridit.
Lidhur me çështjet me identitetin Maqedonas, ministri ka porositur se nuk ekziston popull Maqedonas Verior, gjuhë maqedonase veriore ose identitet Maqedonas Verior, por vetëm populli i Maqedonisë. Ndërkohë ai theksoi se vendi vazhdon të realizojë rezultate në zbatimin e reformave dhe mbetet tërësisht e harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, me çrast siç ka potencuar, kontribuon edhe më gjerë nga harmonizimi formal. Ministri Mucunski u bëri thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nga Europa Juglindore për mbështetje dhe më aktive të integrimit evropian të rajonit, duke vlerësuar se nevojitet përpjekje përbashkët për shfrytëzim të mundësisë aktuale historike. Policët kanë arrestuar një 51 vjeçar i cili dyshohet për vrasjen e një 48 vjeçareje, me të cilën ka bashkëjetuar. I dyshuari fillimisht kishte njoftuar policinë se ajo ishte larguar nga shtëpia, ndërsa më pas njoftoi se e kishte gjetur pa shenja jete. Pas hetimeve është konstatuar se 51 vjeçari ishte dyshuari i parë për vrasjen. Ministria e Punëve të Brendshme ka privuar nga liria një burr nga rrethina e Shkupit në ndyshimin për kryerjen e veprës penale vrasje. MPB ka njoftuar se SPG 51 vjeçar dyshohet se ka vrarë 48 vjeçarin me inicialet ZPG. Siç thon nga MPB, i dyshuari fillimisht e ka denoncuar në polici zhdukjen e viktimës, i cili më pas e ka gjetur pa shenja jete në rrethinë të Shkupit. Më 26/6/2026, SG kishte njoftuar në stacionin policor se nga shtëpia ishte larguar ZG, me të cilin jetonte në shtëpinë e njëjtë, ndërsa më 27/6/2026 kishte njoftuar se e kishte gjetur pa shenja jete në afërsitë të fshatit Letevc, rrethina e Shkupit. MPB bën të ditur se në vendin e ngjarjes kanë dalur 9 punës policor dhe prokurori publik, ku sipas tyre trupi i cili ishte në fazë dekompozimi. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi. Me të dyshuarin është zhvilluar bisedë zyrtare, ku pas tij në lidhje me rastin janë privuar nga liria edhe 3 persona të tjerë. Për shkak të fillimit të sezonit turistik veror, tashmë kanë nisur edhe kolonat e gjata në pikat kufitare e Vzoni dhe Bogorodic. Ndërkohë, një fluks më i shtuar ka nisur të vërehet edhe në pikat kufitare të Tabanosit dhe atë të Bllacës, për shkak të nisjes së ardhjes së mërgjimtarëve. Mijëra udhëtar po përballen me pritje që zgjasin disa orë për shkak që fillimi i sezonit veror turistik dhe fundjava ka shkaktuar sërish kolona të gjata në pikat kufitare e Vzoni dhe Bogorodic. Në pikën kufitare e Vzonit, që në orët e para të mëngjesit janë krijuar kolona të gjata automjetesh për hyrje në Greqi, ku numri i madh i turistëve që janë nisur drejt Bregdetit grek ka tejkaluar kapacitetet e pikës kufitare, duke bërë që automjetet pothuajse ta mbushin të gjithë hapësirën mes 2 kufive, ndërkohë që nga pasditja e djeshme pritjet më të gjata janë regjistruar në pikën kufitare Bogorodic, ku janë krijuar kolona kilometërshe për hyrje në Maqedoninë e Veriut. Sipas dëshmive të udhëtarëve të publikuara nga rrjetet sociale, pritja për kontrollin e pasaportave zgjat deri në 4 orë. Në kolona ka vetura, autobus, autokampe dhe motocikleta, ndërsa qarkullimi zhvillohet me ritëm të ngadalësuar. Nga ana tjetër, në drejtimin e kundërt, për dalje nga Maqedonia e Veriut dhe hyrje në Greqi, aktualisht nuk ka pritje të mëdha, pasi fluksi i mëngjesit është zvogëluar gradualisht. Autoritetet u bëjnë thirrje shoferëve që të ndjegin rregullisht gjendjen në pikat kufitare dhe nëse kanë mundësi të përdorin pika alternative ose ta planifikojnë udhëtimin jashtë orareve me fluksin më të madh. Por, si rekomandim shtesë nga autoritetet, këshillohet udhëtimi gjatë orëve të vona të mbrëmjes, ku sipas tyre, pavarësisht pritjeve të mundshme, temperaturat e larta të ditës janë dukshëm më të ulëta. Sipas vlerësimeve nga tereni, trafiku i shtuar dhe kolonat e gjata në kufirin jugor pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditës, për shkak të kthimit të turistëve dhe rritjes së numrit të udhëtarëve që kalojnë transit. Ndërkohë, një fluks më i shtuar ka nisur të vërehet edhe në pikat kufitare të Tabanocit dhe atë të Bllacës, për shkak të nisjes së ardhjes së mërgjimtarëve në vendlindje për pushimet verore. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka bërë të ditur se moti ditën e nesërme pritet të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të pakta deri në mesatare në disa zona dhe se do të fryej erë lehtë deri në mesatare nga drejtimi lindor.
Sipas drejtorisë, në Shkup moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të pakta deri mesatare. Do të fryejë erë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor. Sipas drejtorisë, njofton se ditën e martë moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të pakta deri në mesatare. Sipas tyre, në orët e mbrëmjes pritet të ketë paraqitje lokale të motit të paqëndrueshëm, të shoqëruara me reshje të rrëmbyeshme, shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Garda revolucionare e Iranit ka njoftuar se sulme me raketa dhe dron kishin në shënjestër 8 objekte ushtarake amerikane në Kuvajt dhe Bahrein. Sipas iranianëve, operacioni erdhi pasi forcat amerikane sulmuan 5 pozicione bregdetare iraniane më herët, nën atë që Teherani e cilësoi si pretekst të përballjes me një operacion iranian kundër një anije shkelëse. Forca iraniane pretendoi se rregullimet e lundërimit të ngushticës së Hormuzit realizohen në koordinim me Iranin në kuadër të memorandumit të Islamabadit. Deklarata paralajmëroi se anijet shkelëse do të përballen me veprime më të forta se më parë dhe se çdo sulm i ardhshëm nga armiku, pavarësisht për masës apo justifikimit të tij, do të marrë një përgjigje shkatërruese. Policia e Kosovës ka ndaluar disa qytetarë serb pas përfundimit të manifestimit të Vidovdanit në Gazimestan, një festë ortodokse që lidhet me betejën e Kosovës të vitit 1389. Personat janë ndaluar në ndyshimin se kanë kënduar këngë nacionaliste kundër shtetit të Kosovës. Gjatë kontrollit të pjesëmarrësve në dalje nga Gazimestani janë identifikuar të dyshuarit, të cilët më pas janë shoqëruar nga policia. Ndërsa policia ende nuk ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me numrin e të ndaluarve. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të lajmeve. Bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë, miru takofshim.